Është e vështirë të gjinden këto fakte, po ashtu të transmetohen tek audienca, sa është e rëndë që faktikisht flasim të sigurojmë fakte reale dhe të vërteta? Të them të drejtën është shumë rëndë, pasi që nevojiten më shumë historianet në logë, të cilët janë pjesë e grupit tonë, mirë po janë shumë kolaborativ edhe ndjekësit tanë, cilët na ndajnë edhe histori personale të gjyshërve të tyre, të prindërve të tyre, pastaj mendoj që është rëndë për gjetur materiale reale, pasi që mund të shtrembrohen nga gjenerata në gjeneratë, mirë po më e rëndësishme është që të kuptohet ajo që ka ndodhur në të vërtetë dhe të prezantohet ajo pjesa e erët e historisë, të cila është mbajtur, domethënë fshehur deri tash, të rinjtë të kuptojnë se çfarë ka përjetuar gjenerata e vjetër për të arritur deri këtu, deri për drejtat që ne jemi duke i shijuar tash, dhe mendoj se deri diku ja kemi arritur.